Nëse vazhdojnë fëmija junë, nëse vazhdojnë tritë dhe treja tona, hale në qëtë nivel qështu, të bashkëjetesës mes veti, që është një kulturë fort e mrapsht, e cila është të e bo problemin më të madhin në mesin e familjeve tona, është të e bo lidhjet. Valla është djallin lidhje me një vojzë. Valla është qika në lidhje. Gëzohet familja. Më në fund. është djallin lidhje me një vojzë, është qika në lidhje me një vojzë. 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet në lidhje. Dikur I bëhet bajatë dhe mo e lenë. Jo, valla, ishin dosë ju ka diçka, ishin prish diçka. Që kjo lidhja e fëmijëve tonë, e din diçka është? Është legalizim I prostitucionit. Na shqiptarët, musliman, e kena legalizu prostitucionin, edhe kena qitë për sheshi. Tashmo nuk po ju vjen morre, shqiptarëve, neve, s'po na vjen morre mi bo gjonat e pista për sheshi, edhe I kena qitë jena evropianizu, jena emancipue, edhe pilona fëmijët e tonë, me ngote poshtë e përpjet, shkon ai zotnia e merë dhe shkon 1 javë, 2 javë në deti, nuk e dim boba ku e ko qiken. Valla, u shku me atë djallin që është në lidhje. U shku me atë qiken që është në lidhje. Jo, zotni, jo. Qatë dite që të marrë zhvesh ti, 2-3 ditë, 1 javë, 2 javë, unë joftu qika jote, djalli jote, me një djallë, me një vojzë, ka pëqu shko bënja për hajrë edhe në gjithja unozën në gishtë. Ndash me pos vojzë edhe djallë. Ndosho mos me pos, po vazhdojnë a qështu. Te këshyrum ku bëna delë edhe ku bëna qenë. Amo ko me kon problem. Ko me kon shumë problem, jo pak problem. Por ata, këto tema, mos t'i mojna mo tabuna. Ti qesum në tavolin, edhe ti diskutojna, edhe të miremi me to, sa nuk na është bo halet te për vonë. Sa nuk na është bo halet te për vonë. Ti diskutojmë këto tema, ti bisedojmë këto tema, dhe mos ti pranojmë në rrethin tonë shoqëror. Mos ti pranojmë në mesin tonë. Sepse as fetarisht e as kombëtarisht nuk na takoj neve këto gjona. As në emën të emancipimit, as në emën të kulturës, as në emën të civilizimit, as në emën të evropianizimit, nuk kanë vend këto tema në mesin tonë. Na I kem traditat tona, I kem regullat tona fetare edhe kombëtare edhe njerëzore, me qato regula, na dohet me provu me shku, edhe në Evropë, edhe kudo, sepse jënë më të mirat, ta dim veç një gjo, krejt që kjo tendencë, që në emën të evropianizimit me naj normalizu drogen, në emën të evropianizimit me naj normalizu prostitucionin, në emën të evropianizimit me naj shkatru e familjet, nuk është evropianizim, as nuk është tendence dikujna me na qunë Evropë njeve ma shpejt. Po tendenca është me na shkatru ma shpejt. Sepse, sa ma të shkatrum që jemi, qaq ma let na kontrollojnë, qaq ma let na pushtojnë, qaq ma let I realizojnë synimet, qëllimet e tyre që I kanë me neve. E sa ma të bashkum që jemi na, sa ma shumë që I rujmë familjet tona, regullat tona, punët tona,
As ma zëre kanë dikush me na pushtu e me na